natyra të problematikave të ngjashme dhe përgjigjet gjithmonë i keni aty, por ne e kemi një hall gjithmonë. A e shkaktojmë ne këtë problematikën e gurëve në veshka? Sepse e dashta me nis me këtë pyetje, se shpesh jemi fajtor edhe për stilin e jetës që bëjmë. Tani, stili jetës mundet me pas një efekt ndoshta më të vogël, minimal sa përket formimit të gurëve. Është gjenetika. Ma shumë është gjenetika, ma shumë janë anomalit e traktit përcjellës, do me thonë që janë ureter dhe kanalet përcjellëse që e bortin urinën prej veshkave drejt e fshika poshtë, që munden mu konsideru si shkaktar ma të mlaj së përket formimit të gurëve në traktin urinar, ndërsa stili jetës ndoshta ushqimi, pirja e kafes në sasi ma të mëdhaja, mungesa e morrjes së langjeve, ujit, posaçërisht dikush që pen ujë ma pak, ndoshta